por do ta nisim me një ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Unë mora një herë miratimin tënd dhe të pyeta a do japësh një ngushëllim familjes, por ti ishe ajo që me gjithë shpirt dhe që me patjetër sepse kishe vuajtur shumë keq humbjen e shpat kasapit siç e vuajtëm të gjithë. A shumë e vërtet edhe akoma dhe në këto momente nuk mund ta besoj që e humem një yll si ai. Unë e ndjej si detyrë shpirtnore dhe morale, personalisht unë dhe familja ime të afërmit e mi shprehim ngushëllimet më të sinqerta nga shpirti për atë djalë që iku aq i ri. Imagjino kur ne na dhem kaq shumë, po mamaja e tij, familjarët e tij, nuk e di, u shu shumë shpejt, por do isha ngushëllu në qoftë se do ishte e vërtet një shprehje që ndëgjojmë shumë shpesh, që njerëzit e mirë Zoti i don afër dhe i merr për vete. Nëse kjo është e vërtet, atëherë unë do ngushëllohem me këtë. Megjithatë, ai ka lanë mrapa vepra, ka lanë gjana të bukura, kujtime shumë të bukura, ne do ta kujtojmë gjithmonë. Sa të kemi frym, ka lanë edhe një ëngjëll, një trashëgimi si Roeli, që ne urojmë shërim sa më të shpejt, jo se ka në një diagnozë të jashtëzakonshme, siç po bahet edhe po më vjen shumë keq, që po përdoret emri i tij edhe pse ai ka shku në mshim. Unë du të me pas një respekt për të vdekurit, për ata që nuk janë më. Unë gjithmonë e kam thënë këtë që nuk duhet i përmend, ka momente caktume që i përmendin për mirë, por këto spekullimet, jo, pinte këte, pinte ate, bani kështu, bani ashtu, u nda, nuk u nda, u divorcu, s'u divorcu, djali smur, jo i smur, jo autopsia, këto janë gjana, lejeni shpirtin e tij rehat, të prehet në paqe dhe në qetësi. Nuk ka nevojë për këta, ai ishte kush ishte, ne. Unë me të thënë drejtën, nuk e kam ditë që ky djalë, unë e kam njeh vazhdimisht, por nuk e kam ditë që ky djalë ka kaq shumë, ishte kaq shumë dimensional. Po, e Një vërtet. djalë pash që i populli e ka dashur shumë. E vërtet Jo shumë. vetëm fancat, po unë pash që gjithë shqiptarët nga do që janë, unë ngritën dhe banën ngushëllime, majtën atë momentet e tyne për shpatin dhe nuk e di, e qeshona e tij do mete gjithmonë shumë karakteristike, sepse edhe e karakterizonte shpatin shumë buzëqeshja e tij, non stop i qeshun, dhe mendoj që kjo buzëqeshja e tij dhe qeshja e tij ishte sinonim i shpatit.